Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nga kurora e bukurisë në pranga, arrestohet misi i njohur. Nguyen Tuk, fituesja e Miss Grand International 2021, është arrestuar në Vietnam për akuzat e mashtrimit të konsumatorëve në lidhje me promovimin e një suplementi të rrem të fibrave ushqimore. Sipas Ministrisë së Sigurisë Publike të Vietnamit, ajo është në hetim për mashtrim të konsumatorëve pasi promovoi produktin Kera Super Green në rrjetet sociale. Ky suplement u reklamua si i pasur me fibra, por testet laboratorike treguan se përmban vetëm 16 mg fibër për njësi, shumë më pak se 200 mg të pretenduara. Hetimet zbuluan se modelja kishte një pjesë prej 30% në fitimet e biznesit të këtij produkti, i cili ishte një sipërmarrje përbashkët me ndikues të tjerë të rrjeteve sociale. Autoritetet kanë zgjeruar hetimet dhe kanë arrestuar gjithashtu 4 persona të tjerë të përfshirë për prodhimin dhe reklamimin e këtij suplementi të rrem. Ngjarja ka shkaktuar një reagim të gjerë në opinionin publik dhe ka ngritur pyetje mbi përgjegjësinë e figurave publike në promovimin e produkteve të ndryshme.